Që në nëntor këtu, anë dhjetor, kur ndodhi përmbytja, 5 gure nuk vendot këtu. Do me thënë të bie plaka në kokë këtu e të lë damdha. Është një gjendje do me thënë në Indi është nur. Këtu kalojnë fëmijë ditë për ditë që vjen në shkollë. Kalon kjo shtyllë do me thënë mbahet nëpërmjet këtij litarit që lidhet te kjo porta këtu. Ka krijuar këtë çarjen. Dhe është gati në të rënë. Tani, këtu jemi në zonën e Manalatit. Kanë filluar dhe këtë po zhvillojnë disi bizneset me guest house-et me këto, shikoni se ç'bëhet tek rruga këtu tani. Kaq është e gjitha rruga. Dhe një pjesë të rrugës e ka zënë këto guret e këtij murit që ka rënë që në përmbytje. Ja ku është muri. Ka që në nëntor këtu, anë dhjetor, kur ndodhi përmbytja, 5 gure nuk vendot këtu. Se nuk është se është një hata e madhe këtu për të bërë. Kaq murësh që ka rënë. Ka që në dimër urdhro muri këtu. Njerëzit, përveç turistave vetëm ose s'është puna e turistat, po. Jemi dhe ne që jetojmë këtu, shi se ç'bëhet, shilla. Shilla se ç'bëhet, urdhro. Edhe ka që më kanë thënë që këto guret i kanë marrë, i kanë hequr njerëzit se bashkia lumë me det as nuk ka ardhur ndonjëherë për të pur punëtora për të bërë ndonjë gjë. Tani do vazhdojmë pak më tutje tek e njëjta zonë. 20 metra më tutje, kemi këtë çatin këtu, kalojnë fëmila këtu, kalojnë njerëz, kalojnë pleq, kalojnë turist, kalojnë njerëz. Këtu do vdesi njeri po të ranoj plak në kokë. Do me thënë të bie plaka në kokë këtu e të lë damdha. Të lë shaplamak në vend, të bie shaplamaku këtu. Tani vemi çik më poshtë këtu, 10 metra më poshtë jam këtu te kjo. Tani vim këtu çik më poshtë. Mu te kthesa këtu që kryqëzohet Sfaka me Manalatin e me pazarin. Këtu lart do ta shohim për pak rrugën, që nuk kam vënë asnjë tabel këtu që mos lejojmë makinat të kalojnë vend turistët aty bëhen çorap, po shi se ç'bëhet këtu tani. Urdhro. Është një gjendje do me thënë në Indi është nur. Këtu janë ujëra të zeza, këtu bie një herë që nuk e keni iden. Mbushur vendi me miza, do t'ju shpiket ndonjë mollofrëndz njerëzve këtu, mu këtu poshtë asaj çatis që është gati në të rënë. Shi se çfarë bëhet. Ka kaq e kohë kjo situatë kështu. As nuk ka ardhur njeri, as do t'ja di njeri, kjo bashkia, kanalizimet, taksat që paguajnë njerëzit, pastrimi, gjelbërimi, shi se çfarë bëhet. Këtu duket sikur dalin këto makaronat, mbetjet ushqimore trupore, shkurt e gjeni vetë ju që janë këto. Urdhro. Turizmi elitar në Gjinokastër. Ja turizmi elitar në Gjinokastër. Po pse nuk ju hap? Pse s'ju ha plas jam base ju ha. Tani do vemi të shohim çik rrugën pak më lart këtu. Tani vazhdojmë te rruga pak këtu më lart me këto gropa septike në mes të rrugës këtu që nuk ja kanë lidhur kanalizimet këtu banorëve të qytetit. I kanë lënë kanalizimet hapur. Ndërkohë që këtu kanali është ekzistues dhe pse nuk e bëjnë nuk e di. Ja ku është kanali. Ta hapin, ta betonojnë këtë na e para, ti nxjerrin prapë në prua ku i nxjerrin. Po përveç të gjithave, kjo është rruga e Manalatit tu që vete për tek shkolla në Infrashëri. Këtu kalojnë fëmijë ditë për ditë që vjen në shkollë. Kalojnë të moshuar, kalojnë turist e të tjera. Asnjë sinjalistik, asnjë litar këtu, asnjë në ato që vendosen që janë ato shiritat që kujdes, as tabela, as më the, as të thash. Tani do jemi çik më lart këtu. Është e gjithë kjo zona me probleme më të ndryshme. Shikojmë pak më lart se çfarë po ndodh. Këtu tani jemi nga pjesa sipër e asaj rrugës që pam që është e prishur aty. Këtu ka dy probleme që janë madhore, prapë për fëmijët dhe për njerëzit që kalojnë. E para njerë është kjo shtylla këtu. Shtyllë korrendi është kjo, a kalojnë korrend këtu, a qa kalojnë këtu nuk e kuptoj, por kjo shtyllë do me thënë mbahet nëpërmjet këtij litarit që lidhet te kjo porta këtu. Përveç kësaj po do hipën dhe fiku sipër tani dhe do bjeri fare, përveç do zi njeri sipër këtu. O vrasi e noj njeri që ri këtu në balkon. Ja, mu në mes të rrugës. Ky është turizmi në Gjirokastër dhe Evropa. Tani mbi këtë shtyllën këtu. Kjo këtu që shikoni ju është shkolla Naim Frashëri. Shkolla 9-vjeçare Naim Frashëri. Më kanë shkruar disa njerëz për sa i përket rreth kësaj situatës te shkolla Naim Frashëri këtu. Që kolona e murit tek kryesor, mu tek porta, ka krijuar këtë çarjen. Dhe është gati në të rënë, lozin fëmijët këtu brenda, ulen këtu në për stola, kulpra këtu sarmaqet, edhe muri ditë e zezë e kujos.
Ja edhe stolat. Shi se ku ulen fëmijët, se nuk i kanë qethur bredhat. Ja. Kjo është situata do me thënë në lagjen Manalat dhe në hyrje të Dunavatit ose Dunavat. Ja. E mbyllim për sot, se u lodha më doli shkuma. Edhe këto tabelat këtu. Rruga Bule Naipi, që nuk lexohet fare. Embrat e rrugëve. Turizmi elitar, gjirokastra turistike. O gjirokastra me vull, hiq flamur e vull flamur.